Në sikur mbrojtja më e mirë sulmi. Tradhtia është temë vete, po du ta prek pak sepse ndërlidhe njëra me tjetrën. Kemi edhe traumën e tradhtisë. Njerëzit tradhtohen në forma ndryshme, nuk po flas vetëm në raporte romantike, por edhe shoqërore, familjare, financiare, biznese të ndryshme e tjerë. Pastaj zgjidhja është individuale se si reagojnë pas tradhtisë, por personat që tradhtojnë mund të ndjejnë ndonjë lloj frike të braktisjes nga ana tjetër, pra jo vetëm ata që janë të tradhtuar, por ata që vetë tradhtojnë. Po, mund të jetë arsyet për tradhtinë, siç e dim, mund të jenë të shumta, por nëse po e lidhim me temën, kjo mund të ndodhë kur zakonisht lidhet me këta personat që janë me stilin e atashimit të shmangës, domethënë për shkak se për me mbrojt vetveten, këta krijojnë mekanizma se si ta ruajnë vetveten nga afërsia ose nga intimiteti emocional. Domethënë mbajnë lidhjen në nivel shumë sipërfaqësor dhe nuk janë në gjendje që ta tolerojnë thellësinë emocionale të një lidhje. Dhe çfarë ndodh kur këta shmangen prej komunikimit ose largohen prej një lidhje, një mënyrë është që si themi të kalojnë prej një partner tek një partner tjetër. Domethënë le të themi pak a shumë përkthehet sikur më mirë unë po të lë dhe ndodh tradhtia sesa ta toleroj rrezikun që ti të më lësh. Po kjo është, siç tham në fillim, shpeshherë e pavetëdijshme, domethënë njerëzit nuk janë të vetëdijshëm se çfarë qëndron mbrapa kësaj sjelljes së tyre, se çfarë qëndron thellë në ndjenjat ose mendimet e tyre. Në sikur mbrojtja më e mirë është sulmi. Po, mbrojtja më e mirë është sulmi, pikërisht kjo. Kjo shpeshherë ndodh dhe njerëzit edhe që tradhtojnë, pastaj ndihen shumë në faj dhe pastaj shpeshherë vinë në terapi për t'i përpunuar këto ndjenja të fajit, ose janë shumë të paqartë me veten, thonë nuk e di pse e kam bërë, jam shumë në faj, po tash s'kam si ta kthej mbrapa, nuk di çfarë të bëj tani e tutje me këtë ndjenjen e fajit që po më mundon, dhe gjatë procesit të terapisë ne shpeshherë do të vim prapë në thelb të kjo. Okej, në thelb është këto që ne i quajmë plagë të atashimit edhe që ka të bëjë me ndjenjen e braktisjes. Kjo traumë që përmenda vije për shkak të përjetimeve që mund të kemë pasur ndoshta edhe në fëmijëritë e hershme, po jo vetëm. Ashtu, janë gjithmonë përjetimet në fëmijëri, por edhe përjetimet, kur po flasim për përjetimet në fëmijëri, mund të jenë përjetimet me prindrit, pastaj mund të jenë përjetimet në rrethin e ngushtë shoqëror, domethënë në shkollë, me bashkëmoshataret ose njerëz të tjerë të afërt që kemi pasur, dhe mund të jetë për shkak të njerëzit ndoshta janë larguar, nuk kanë qenë fizikisht pranishëm, por nuk kanë qenë emocionalisht të pranishëm, ose kanë përjetuar vazhdimisht këtë ndjenjen e refuzimit që ndodh shpeshherë me bashkëmoshatarët nëpër shkolla. Edhe qysh atëherë, domethënë kjo ndjenjë është e cënuar dhe pastaj gjatë jetës, le të themi që ajo që ka qenë e krisur shkon edhe shkërmoqet akoma më shumë.